Ndela, të përshëndes. Po, përshëndetje Aida. Në fakt ka rezultuar një pasditë e trishtë, ajo një ditë më parë në Katjel të Prenjasit, aty ku pikërisht një person, një minator, një 57 vjeçar, një punonjës, por edhe një prind, një qytetar, ka mbetur viktimë si pasojë një aksidenti të ndodhur në punë. Bëhet fjalë për 57 vjeçarin Syria Bego. Sipas burimeve nga vendi i ngjarjes, Bego ishte pjesë e grupit të specializuar për sigurinë teknike të minierës dhe së bashku me 9 kolegë të tij ka hyrë në ambientet e brendshme të minierës për të monitoruar kushtet e sigurisë për vetë faktin se prej disa ditësh puna në minierë ishte pezulluar dhe pritej që nga dita në ditë të riniste aktivitetin e saj. Por rreth orës 18, ku të 10 personat kanë qenë në brendësi të minierës apo dhe galerisë, fatkesisht një masiv minerali është shkëputur nga pjesa e tavanit dhe fatkesisht i ka rënë në kokë 57 vjeçarit Syria Bego, i cili ka mbetur viktimë në vend. Ka qenë një panoramë në fakt e trisht, por edhe e rëndë për të 9 kolegët e tij të cilët kanë shpejtuar për të nxjerrë prej minierës, edhe pse ka qenë shumë e vështirë. Dhe tashmë ai kishte humbur jetën në vendin e ngjarjes. Çfarë thon? Kush është marrë në pyetje? Ku janë të përqendruar? Sepse këto janë ngjarje që her pas here shkaktojnë viktima dhe vjen në pikpyetje siguria në punë, që do thotë ka disa protokolle jashtëzakonisht strikte që do duhet të ndiqen nga minatorët. Unë nuk e di nëse është rasti ose jo, por po t'i referohemi pak hetimeve, çfarë kanë regjistruar deri tani, çfarë thot policia, prokuroria, çfarë ndodhi? Menjëherë grupi hetimor i asistuar nga policia e Elbasanit, prokuroria kanë shkuar menjëherë në vendin e ngjarjes, ndërkohë që deri në atë moment punonësit po bënin të mundur nxjerrjen e trupit nga rënojat, ndërkohë që janë marrë në pyetje patjetër të gjithë të pranishmit në momentin që ka ndodhur ngjarja e rëndë, por nga ana tjetër edhe administratori i kompanisë, sepse miniera është marrë në koncesion, në fakt është dhënë në koncesion dhe më së fundmi miniera administrohej nga zoti Gëzim Balla dhe janë marrë në pyetje jo vetëm zoti Balla, por dhe punonjësit e tjerë të cilët kanë qenë të pranishëm aty. E gjitha të paktën nga ajo që thuhet deri në këtë moment zyrtarisht, edhe pse hetimet janë duke vijuar, është se ka qenë pikërisht shkëputja e masive të mineralit të krejt papritur nga tavani i minierës dhe ka zënë poshtë 57 vjeçarin, duke i shkaktuar këtij vdekjen e mënjhershme në vendin e ngjarjes. Aida në fakt ka një simbolik minierat në vendin tonë dhe ndodh e njëjta gjë edhe me ato të Kromit në Katjel, ku bëhet me dije se edhe pse mund konsiderohet si një nga ato minierat të cilat në mënyrë të vazhdueshme i ka shërbyer komunitetit për ta punësuar, por ndër vite rezulton që edhe ndër dekadash nuk kanë munguar jetët e humbura, punonjës të cilët kanë humbur jetën në momentin që kanë qenë duke punuar sikundër ka ndodhur edhe një ditë më parë. Aty her pas here ka aksidente. Pra, ky nuk është rasti para Aida, po, ky nuk është rasti para Aida që ka patur aksidente fatale, por ajo se çfarë ka ndodhur, të paktën i referohem me rastet të fundit, është në mënyrë të vazhdueshme, edhe pse këto miniera kanë aktivitet, vetë drejtuesit e saj i pezullojnë punimet për shkak të rikontrollit të kushteve të sigurisë. E njëjta gjë ka ndodhur edhe dje. Të 10 personat që kanë qenë pjesë e ekipit të sigurisë kanë hyrë në ambientet e brendshme për të parë deri diku ose për të vendosur piketat e fundit, sepse do të riniste aktivitetin. Janë aktivitete të cilat prandaj pezullohen edhe nga drejtuesit e kompanisë për të përmirësuar kushtet në punë. Por minierat në vendin tonë fatkesisht, edhe pse vit pas viti kemi jetë të humbura, duket se është një ngjarje. Mund të më thuash, meqense ngritet si shqetësim dhe tashmë kemi dalë tek fenomeni së bashku në këtë raportim, sa jetë njerëzish kanë humbur në vitet e fundit dhe kush ka qenë masa më drastike që është marrë, nisë me gjoba, pezullim pune, pra punimesh, ka patur të tilla meqense ti po më thuaj që këtu ka ngjarje që përsëriten? Të paktën nga një
kontroll i shpejt që unë kam bërë para se të kryenim këtë lidhje live së bashku me burimet e mia zyrtare, por atë dhe ato konfidenciale, më rezulton që në minierën në fjalë të cilën ne jemi duke e transmetuar këtë problematikë sot, më rezulton që ka disa raste, nuk e kam të paktën zyrtare se sa mund të jetë ky numër, por ndër dekadash, pra ndër vitesh kemi pasur episode të tilla dhe patjetër si pjesë edhe e medias i kam transmetuar apo i kam përcjell për opinionin publik. Në të tilla raste sekuestrohen pamjet nga vendi i ngjarjes, merren dëshmi, vendosen nota për përmirësimin e kushteve të sigurisë apo dhe ato teknike në punë dhe më pas rezulton që çdo gjë nis normalitetin, ndërkohë që jetët e humbura dhe familjare të vit pas viti i mungojnë familjes së tyre. Do duhet ndoshta nga organizmat shtetërore të tregohet të jenë më striktë në vendosjen e rregullave në këtë drejtim në mënyrë që të mos kemi më jetë humbura. Por kam përshtypjen që rasti i Katelit nuk është i vetëm, sepse shpesh raportojmë edhe së bashku nga kolegët e tjerë në përrethë që fatkeqësisht minatorët shpesh edhe aksidentohen në punë dhe flas paktën për rastin e Elbasanit masa drastike nuk ka patur. Janë aktivitete të cilat zhvillohen vit pas viti, ndërkohë që të paktën edhe vetë administratori, unë kam pasur një komunikim të shkurtër me të, më është shprehur shumë i keqardhur për ngjarjen në fjalë, sipas tij 57 vjeçari ka qenë një njerëz shembullor i përkushtuar në punë, një njerëz që merrej me kushtet e sigurisë, por shembjet e masivit sipas tij janë të paparashikueshme dhe ndodhin për shkak edhe të simbolikës që në fund sipas tij kanë minierat tona. Ndërkohë, me kë jetonte 57 vjeçari dhe çfarë kanë thënë familjarët e tij? A ishte ai i siguruar prej sa vitesh punonte në këtë minier? Kolegët a thanë çfarë gjendje ka qenë situata në atë moment, e ka patur sigurisë, ka patur siguri në punë, a kanë qenë të pajisur me mjetet e duhura, pavarësisht se kemi të bëjmë me një shkëputje, me një masive? Në fakt, 10 persona të cilët kanë hyrë në ambientet e brendshme të galerisë i kanë pasur, paktën kanë qenë të pajisur me mjetet e sigurisë, por shkëputja ka qenë e beftë sepse gjatë gjithë javës kanë kryer monitorim të brendësisë minierës apo të galerisë dhe thashë që shumë shpejt galeria do të hapej dhe kanë qenë të pajisur patjetër me kushtet e sigurisë. Si duket dhe vetë të 10 personat e specializuar për problemet teknike apo problemet avarisë, ndoshta siç njihen në gjuhën popullore, kanë qenë në brendësi për t'i dhënë dorën e fundit për përmirësuar kushtet teknike, kur në fakt edhe ata janë gjendur të papërgatitur nga një episod i tillë. Patjetër që kanë qenë momente të trishta, momente të vështira, sepse si rezultat i rënies masive të mineralit, ndoshta do kishim bilance edhe më tragjik. Fati ka qenë kundra 57 vjeçarit, të cilin e ka zënë poshtë, ndërkohë që instinkti i parë për 9 personat e tjerë ka qenë mbrojtja e vetes, më pas janë adresuar, janë afruar për të ndihmuar kolegun e tyre dhe për të nxjerrë trupin e tij jashtë, në trupin së cilit do t'i nështrohet edhe ekspertizës mjeko-ligjore. Këto janë informacionet që unë kam deri në këtë moment, ndërkohë që sa i takon familjes së të ndjerit ende nuk ka mundur që të lidhe me këtë fundit. Sot punohet e Shiriti, çfarë di, sot do të punohet normalisht apo? Jo, nga dita e djeshme, zhvendosur Shiriti, faktikisht unë e thash edhe në hyrje të këtij raportimi, nuk ka qenë në punë, ka qenë duke u punuar për përmirësuar kushtet e sigurisë, kështu që kam përshtypje për shkak edhe të procedurave ligjore do duhet që kjo minierë të qëndrojë mbyllur edhe për disa ditë të tjera, po shpresojmë që ky tjetë rasti i fundit dhe persona të tjerë të mos humbin më jetën në punë siç ka ndodhur fatkeqësisht gjatë gjithë këtyre viteve. Faleminderit Entela. Të përshëndes. Faleminderit juve.